Mes Shqipërisë së vendeve të rajonit do të ketë një bashkëpunim për zhvillimin e turizmit. Kjo është një iniciativë adriatiko-joniane me fokus të veçantë në strategjinë e BE-s për makrorajonin Adriatik dhe Jon. Ministra e Zhvillimit Urban dhe Turizmit Eglantina Gjermeni u shpreh se Shqipëria do t'i referohet shembujve më të mirë të rajonit për zhvillimin e turizmit. Gjithë kjo përpjekje mendoj e përbashkët që e ka zanafillën dhe të kjo tryeze sotme, do të vazhdoj, mendoj me projekte konkrete dhe me angazhim të Ministrisë si një partner kryesor për një zhvillim të turizmit të qëndrueshëm në Shqipëri, duke mirëpritur edhe përvojat, edhe eksperiencat tuaja, edhe duke treguar vërtet se si janë mundësitë e zhvillimit të turizmit, sidomos për sa i përket Bregdetit të Jonit dhe të Adriatikut. Zonja Gjermeni kërkoi bashkëpunim me sektorit publik dhe privat për realizimin e projekteve konkrete në këtë sektor. Për të patur një turizëm të zhvilluar, Ministria e Gjermeni kërkoi të punohet për të realizuar marrëveshje me vendet e rajonit duke krijuar edhe paketat të përbashkëta turistike rajonale. Në këtë iniciativë të përbashkët përfshihet Shqipëria, Kroacia, Greqia, Italia, Slovenia, Malezi, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.